Përshëndetje dashur miq. Banorët e Orikumit, Tregjasit, Dukatit apo dhe Radhimës janë bashkuar në një kuvend ku kundërshtojnë veprimet e qeverisë që me anë të institucionit Inukut do ju prish atyre banesat, pra objektet që ata kanë ndërtuar gjithë këtë periudhë, pra që quhen objekte pa leje ose në proces legalizimi. Padyshim që kjo është një drejtë e tyre që ta kundërshtojnë, por do të kuptojnë këta banorë që janë në një moment shumë të favorshëm që ata t'i kërkojnë kryeministrit dhe ta detyrojnë qeverinë që ai të nxjerrë një VKM për zgjatjen e procesit të legalizimit. Vetëm kështu mundet ata të formalizojnë objektet e tyre. Dhe kështu të japin dhe një mësim kryeministrit që Vlorën ai nuk e ka bastion, sepse në datën 9, siç e dini, janë dhe zgjedhjet për pushtetin vendor, pra zgjedhjet e pjesshme që do zhvillohen në qytetin e Vlorës. Kjo duhet të jetë moto e atyre banorëve aty, të cilët preken ose janë në mënyrë të seleksionuar që atyre të prishen banesat dhe objektet e tyre që i kanë, qofshin këto për të banuar, po qofshin edhe për një si shërbimi. Kështu që këta banorë duhet patjetër ta detyrojnë kryeministrin që ai të marrë masa dhe jo ta prishi këto objekte të cilët janë ndërtuar me mundin dhe me djersën e këtyre banorëve. Prandaj edhe një herë banorët të Orikumit, Tregjasit, të Dukatit dhe Radhimës, mos u bëni pre e mashtrimeve të radhës, por votoni të ndryshoni kryetarin e bashkisë, të hiqni këta badakçi që kanë 80 vite në krye të bashkisë së Vlorës, këta administratë të kalbur, të korruptuar, të degeneruar në gjithë këndvështrimet, dhe t'i jepni Vlorës jo vetëm t'i ktheni dinjitetin, po t'i ktheni asaj edhe një administratë e cila do të jetë në shërbimin tuaj. Ju, morbanor, e keni në dorë t'i imponoheni kryeministrit, madje ta bëni atë që ta harroj Vlorën. Sepse ai ju quan ju dele të cilët votoni si mbyllu Partinë Socialiste. Prandaj e detyroni dhe njëherë me anë të votës tuaj që ai jo vetëm që mos i prish objektet tuaja, por ai të marrë një mësim të mirë duke u nisur nga Vlora. Bye bye banor, mblidhni mend të kokës dhe votoni ndryshimin në datën 9.